Shqipëria ka një nga nivelet më të larta të paraburgosurve në Europë. Numri i lartë i paraburgimeve përbën një nga sfidat më të ndjeshme në sistemin e drejtësisë. Për fat keq, Shqipëria vazhdon të mbajë një nga përqindjet më të larta të paraburgimit në Europë. Aktualisht, rreth 58% e persona në institucionet penitenciare në vend janë të paraburgosur. Që prej nëntorit të vitit 2025, mbi 4500 persona ndodhen në burgje, më shumë se gjysma e tyre ndodhen në paraburgim. Mbi gjysma e personave që ndodhen në burgjet tona janë ende pa një vendim të formës prerë. Por më tepër, për një kohë shumë herë më të gjatë sa jo e zbatueshme në vendet e Bashkimit Evropian. Lamallari theksoi se Shqipëria, vend kandidat i Bashkimit Evropian, duhet të ndahet një herë e mirë nga mendësia dhe politika e ashpër penale për të paraburgosurit. Shqipëria, vend në negociata me Brukselin, duhet të ndahet një herë e mirë nga mendësia dhe politika e ashpër penale e trashëguar nga shkuara dhe të afrohet me atë të familjes në të cilën synojmë të aderojmë së shpejti.